Një dietë e balancuar do të thotë përfshirje e të gjithë mikro dhe makronutrientëve për të pasur një stil jetese sa më të shëndetshëm. Nutricistja Arita Baloku, e ftuar në emisionin Ama Mirë këtu atje në Top Radio, u shpreh se pos dietës së balancuar, edhe orari luan një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Një dietë e balancuar është që me përfshi krejt makronutrientat. Se edhe normalisht ka shumë e rëndësishme për mu është orari. Momente që e ki një orar caktum të ushqyerjes, nuk besoj që ka me qenë probleme qysh janë tash. Që kryesisht mos me eliminu krejt sheqernat, mos me eliminu krejt yndyrnat, mos me eliminu doset proteinat. Nuk mundë me mbajt një dietë veç me një makronutrient, se janë 3 makro, janë të mdaj. Normalisht edhe preferohet që 3 me i pos. Nutricistja Baloku tha se nuk preferohet që pas një stili jetese të çrregullt të kalohet menjëherë në një dietë shumë strikte. Zakonisht gabime që unë i kom pa është që kam fillu me një dietë shumë strikte. Dhe kam pas një stil jetesës shumë të çrregullt. Do thot ka persona që kanë konsumu fast food gjatë gjithë kohës dhe për njerë kanë fillu me një dietë strikte, me kalori shumë të ulta. Unë këto nuk e preferoj. Preferoj reduktim deri në eliminim, ose edhe zavendësim. Për fund, nutricistja Baloku këshilloi që të respektohet orari i konsumimit të ushqimit, të mos teprohet në një vakt ushqimor dhe në tjetrin të mos konsumohet fare ushqim dhe të mos ketë nguti gjatë ngrënies së ushqimit.